Ndryshimet klimatike të cilat janë bërë më evidente në formën me të cilën manifestohen si në valët e të nxehtit ashtu edhe në volumin e rreshjeve, kanë nxitur studime dhe analiza mbi efekte që këto zhvillime mund të kenë në sektor të ndryshëm. I fundit lidhet me energjinë, ku Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha ka kërkuar korporatës elektroenergjetike shqiptare që të kryejë analiza po studim mbi kaskadën e Drinit, duke reflektuar mbi disa të dhëna të saj. Në një vendim të muajit prill nënvizohet se me gjithë kërkesat zyrtare të kësaj strukture, nuk është paraqitur një analizë dhe studim në lidhje me nivelet dhe prurjet e ujit në kaskad gjatë 5 viteve të fundit, duke i krahasuar me të dhënat e projektit dhe me nivelet dhe prurjet që mund të ndodhin një herë në 100 apo 1000 vjet. Kjo kërkesë është e nevojshme në kushtet e ndryshimeve klimatike dhe kërkesave të ekspertëve të huaj dhe vendas të shpëruar në studimet e viteve të fundit për rritjen e kapaciteteve shkarkuese në digat e hidrocentraleve Koman dhe Fiers, rezultateve të matjeve batimetrike në të 3 rezervuaret e kaskadës, si dhe tek përditësimi i rregullores së shfrytëzimit dhe menaxhimit prurjeve dhe shkarkimeve në kaskadën e lumit Drin, thuhet në vendim. Një tjetër pikë me rëndësi që sjell në vëmendje komiteti është ajo që gjatë inspektimeve në terren janë vërejtur se në digën e hidrocentralit të Komanit është dëmtuar sistemi grumbullimit dhe monitorimit filtrimeve tek dhëmbi në anën e poshtme të digës, si dhe sistemi shkarkimit fundor në digën e Qyrsaqit. Lidhur me këtë parashtrim, komiteti ka vendosur që t'i kërkojë korporatës elektroenergjetike përgatitjen dhe dorëzimin e një raporti teknik në lidhje me analizën dhe studimin e kërkuar për nivelet dhe prurjet e ujit në kaskad gjatë 5 viteve të fundit, duke i krahasuar dhe analizuar me të dhënat e projektit origjinal, të dhënat e matjeve batimetrike të rezervuareve, si dhe me nivelet dhe prurjet që parashikohet të ndodhin një herë në 100 vjet apo në 1000 vjet. Kjo analizë duhet të marrë në konsiderate dhe rezultatet e studimeve të mëparshme nga ekspertët, qofshin ato vendas apo të huaj. Në raport duhet të jepet edhe informacioni në lidhje me masat e parashikuara nga KESH, në lidhje me rritjen e kapaciteteve shkarkuese të 2 digave, Koman e Fiers, sipas kërkesave të ekspertëve. Raporti duhet të dorëzohet pranë Komitetit Kombëtar të Digave brenda muajit qershor të këtij viti.